Unë rikëthem në studio për të vazhduar me bashkëbisedues të ftuar për të nesotshme dhe sot në emisionin nesotshëm do të flasim për rëndësinë e vlerave humane dhe për fshirjen e të rinjeve në aktivitet me ndikim pozitiv në shoqëri. Të ftuar kemi 2 nxënës të shkollës së mesme, gjithashtu edhe defektologën si dhe mentorën e tyre Ajla Bilalin dhe Ermal Tahiri dhe Bamir Ibrahimi. Këtë bisedë do ndajmë në 2 pjesë. Një herësit do flasim me nxënësit dhe më pas do flasim me defektologen. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirësi o gjë. Është natë ju kemë në studio të ftuar dhe të flasim për një aktivitet me ndikim pozitiv në shoqëri. Unë dua të di pak më për detaje se për çfarë bëhet fjalë. Fillimisht projektin e kena marrë prej Kryqit Kuq, organizatë humanitare që është, ku jemi si ngarë për promovimin e vlerave humane. Tani ka lind ideja që me formu një podcast ku ka 7 epizode, ku kemi thirë adoleshent që me shprej vetën e tyre, kemi kriju një ambient që mujnë mu shprej, për arsye që në ditët e sotme, problemet e adoleshentëve nuk miren shumë parasysh, do me thonë. Kryesisht kjo është ideja. Pastaj kemi edhe një nën projekt me një fjalë, ku kemi, edhe ajo është promovimi i vlerave humane, ku kemi shku në kopsht për fëmijë, 3 ditë ka zgjatë projekti aty. Në atë projekt kemi pas aktivitete me fëmijët, kemi lujt, kemi marrë dëshirat e tyre kësi gjanash, dhe në ditën e katërt u kanë dita e fundit, do me thanë, ku kemi dhuru dhurata. Kjo është edhe në projekti tjetër. Shumë mirë. Si ka lind ideja për të realizuar një projekt të tij? Ideja ka lind në përgjithësi shumë mirë, do thot ka qenë një ide e gjithë grupit tonë. Grupi jonë është 6 anëtarësh, do thot jemi unë, Bamirja dhe 4 vajza tjera të shkollës tonë. Në përgjithësi jemi degë mjekësisë të përgjithshme dhe një vajzë është e farmacisë. Ideja lindi nga nevoja për të shprehur, sepse të rinjët ka nevojë të shprehen, ka nevojë që dikush t'i ndëgjojë problemet dhe opinionet e tyre. Projekti jonë si projekt humanitar dhe social vendosi që t'i trajtoj këto tema, do thot bulizmin, overthinking, këto lloj gjërash, përmes një podcast, siç e cekja dhe Bamiri, është një podcast ballë për ballë, ku kemi realizuar diku rreth 7 epizodesh me 9 të ftuar të ndryshëm, dhe projekti tjetër si nën projekt që është socializimi me fëmijët e qerdhës Barbardha. Është shumë mirë. Të ftuarit i keni përzgjedhur vetë? Po me një fjali kemi ftu, ka disa dhe nga kanë refuzu për arsye se e ndjenjë si vështirësi me dalë para kamerave me një fjali, po kemi arrit me mbledh, do me thonë, mjaftueshëm që me formu projektin. Okej. Më trego se çfarë ju ka motivu për me marrë pjesë në këtë projekt? Mu personalisht, si koordinatori këtij grupit, më ka motivu ambicia e të rinjave për të vazhduar diçka më tej se mësimet. Do thotë të rinjt kanë shumë ambicie për të bërë aktivitete të ndryshme, për të thyrë atë monotonin, aktivitete të ndryshme ditore, shkollë, shtëpi, shkollë, e kësaj lloj gjënash, ku ne vendosëm që t'i aktivizojmë të rinjt të ndryshëm përmes këtyre aktiviteteve, si aktivitete sociale, për vetëdijsim, edhe duke marrë parasysh edhe tema të ndryshme që përshpërndahen nëpër portale, për gjendjen psikologjike dhe emocionale të këtyre rinjit, që i asocojnë të kryejnë veprime të jo të duhura në lidhje me nxënësit e tjerë, por gjithashtu edhe me veten e tyre. Okej. Çka keni mësuar gjatë realizimit të këtij aktiviteti në trego? Kemi mësuar shumë gjëra, besoj kryesorja është socializimi me njerëz, dhe kemi fol më tepër tema ka qenë domethënë për adoleshentët, thyerja e tabuve, overthinking, këto kanë qenë. Kemi mësuar shumë gjëra, një ndoshta që më ka pëlqyer më shumë ka qenë thyrja e tabuve, ku shumica e adoleshentëve në ditët e sotme nuk e kanë atë të vështirë që për mi thy tabut, sikur për shembull që ka qenë në të kaluamën me një fjalë. E kanë më të lehtë mu shpreh, kjo është. Okej. E për ty? Gjëja kryesore që e kam mësuar është se ne gjenerata Gen Z do thotë jemi gjenerata e artë,
e këtij vendit, për shkak se jemi të gjithëanshëm. Do thotë dim të mirëmi me gjëra të cilat na takojnë, si është mësimi, por gjithashtu dim të mirëmi me aktivitete të ndryshme, siç është aktiviteti jon social, ne jemi ardhmja. Kjo është gjëja kryesore që e kam mësuar dhe që më bën shumë krenar që edhe jam vetë pjesë e kësaj gjenerate si adoleshent. Më tregoni sa ka qenë e rëndësishme puna juaj si ekip? Ka qenë shumë e rëndësishme, mos të shmikon gjithë bashkë, nuk besoj që do kishmi arrit këtë sukses. Kemi ndihmu tepër njëri tjetrin, nuk e kena lënë poshtë me një fjalë, edhe na kanë ndihmu personalisht, ndoshta që edhe në tjera raste mu socializu me tjerë. Puna ekipore jona do thotë ka qenë maksimalisht e duhur në të gjitha përmasat. Kjo ka qenë edhe njëra ndër le të themi pika që na ka karakterizuar nga gjithë grupet tjera të cilat kanë marrur pjesë në Kryqin e Kuq. Kemi qenë 6 veta, por secili prej nesh do thotë ka respektuar mendimin dhe opinionin e tjetrit. Kemi bashkëpunuar me mendimet tona, kemi qenë 6 ngjyra të ndryshme, por që së bashku kemi arritur të realizojmë një projekt të tillë. Pse mendoni që vlerat humane janë të rëndësishme për të rinjt? Sidomos promovimi i vlerave humane është një ndër gjërat kryesore, sidomos në vendin tonë dhe në këtë vit që ne po jetojmë. Jetojmë në një kohë dinamike, do thotë ku gjithçka është e planifikuar dhe gjithçka do thotë duhet të jetë ashtu e perfeksionuar. Edhe promovimi i vlerave humane tregon se njeriu përpos kryerjes së detyrave të përditshëm, kryerjes së obligimeve të përditshme në jetën e tij, duhet të vihet në pa edhe ndjenja emocionale dhe psikologjike. Do thotë përveç anave tjera duhet të mirret parasysh edhe anja se ky njeri ka ndjenja, ka një psikologji ku e cila mund të rëndohet nga çështje të ndryshme dhe ka emocione të cilat mund të shtypen edhe mund të ndryshojnë nga çasti në çast. Më trego se në çfarë mënyre projekti ndihmon fëmijët dhe adoleshentët? Mendoj që ky projekt ka pas ndikim tepër të madh, i ka ndihmuar shumë, ku adoleshentët në këtë rast kanë mujtë me shpreh veten e tyre. E dim që në ditët e sotme nuk ka tepër ambiente ku adoleshentët munden mu shpreh. Sakt. Për këtë e pam edhe të arsyeshme në ardhë si ide dhe besoj që ishte tepër e mirë. Ndërsa se i përket fëmijëve, besoj edhe ato janë socializu edhe me njerëz më të rritur që ju ndihmon tepër edhe në të ardhmen. Ke diçka që don të shtosh në këtë aspekt? Unë në këtë aspekt ndoshta do të kisha shtuar që një ndër gjërat kryesore të cilat na ka mbështetur ka qenë edhe vetë stafi i shkollës tonë, do thotë shkolla jonë e mesme Sveta Ndimov, ku psikologja, defektologja dhe gjithë stafi kanë qenë na kanë mikpritur me krah, do thotë kanë qenë krah hapur për këtë projekt, ku i ka pëlqyer ideja, i ka pëlqyer le të themi përmbajtja e këtij projektit dhe na kanë mbështetur në çdo detaj, si sugjerimi i 10 temave për biseda në podcast, vendi ku është realizuar podcasti e kështu me radhë. Më tregoni se çfarë probleme shihni më së shpeshti tek të rinjt? Tek të rinjt sot ka probleme të ndryshme, ndoshta një ndër kryesorët është socializimi me njerëz. Gjatë projektit besoj kemi fituar edhe njohuri të reja për problemet që mund t'i kenë të rinjt. Ka edhe probleme tjera, po mas shumti që e kom vrejt ka qenë socializimi me njerëz, domethënë tepër të vështirë kanë me njerëz mu. Domethënë socializimi është njëri për problemeve më të rëndësishëm dhe më i madh tek të rinjt sot. Çka mendon ti? Për mendimin tim, njëra ndër problemet më kryesore që të rinjt përballen në ditët e sotme është menaxhimi dhe përballja me stresin. Do thotë janë të rrethuar nga stresi i provimeve, takimet të ndryshme kështu me radhë dhe është stresi ai shkaktari që i step të rinjt për të marrë një vendim në jetën e tyre. Gjithashtu përpos stresit ndoshta mund të jetë edhe socializimi dhe vetbesimi tek të rinjt, ku të rinjt friksohen sepse nuk kanë vetbesim, nuk ka mbështetje, qoftë ajo nga prindërit, nga shoqëria, që ata të vazhdojnë dhe të mirën me gjëra të ndryshme. A më trego si kanë reaguar nxënësit e tjerë ndaj këtij aktiviteti? Nxënësit tjerë ndaj këtij aktiviteti kanë reaguar tepër mirë, edhe ato na kanë mbështet tepër. Ka pas prej atyre që edhe na kanë ndihmu, domethënë. Janë shfaq, na kanë mbështet edhe gjatë projektit, gjatë xhirimeve, gjatë çdo pjese, edhe kanë qenë të kënaqur, domethënë edhe me rezultatet. Shumë mirë. Çka ju ka lënë më shumë të përshtypje juve gjatë projektit?
Mua personalisht më ka dhënë një lloj përshtypje shumë të mirë bashkëpunimi që ka pasur grupi që unë kam qenë koordinator. Grupi ka qenë maksimalisht bashkëpunues dhe kanë qenë pozitiv në çdo aspekt. Kur jepnim një mendim se si do të realizohet projekti, me njëherë gjenin zgjidhje të ndryshme. Unë do mbaj kamerën, unë do të ndihmoj në editim e kështu me radhë, dhe nuk ishe pse të stepej gjatë realizimit, sepse ata ishin një mbështetje shumë e madhe morale që ti të vazhdosh ta kryesh këtë projekt. A mendoni aktivitetet të ngjashme edhe në të ardhmen? Po, mendojmë ndoshta edhe më tepër mu kyç në aktivitete të tilla. Na ka ndihmuar ndoshta mu personalisht më ka ndihmuar edhe mu zhvillu si personalitet, dhe me gjithë dëshirë kisha marrë pjesë në aktivitete të tilla. Kemi biseduar edhe me stafin e shkollës, dhe jemi të gatshëm për të marrë edhe iniciativa të tjera me projekte të tjera, qofshin ato sociale, humanitare, kulturore, ku dëshirojmë që të vëmë në pa guximin dhe vetbesimin e të rinjve. Cili është mesazhi juaj që doni ta jepni tek të gjithë bashkëmoshatarët tuaj? Unë do kisha thënë të jenë vetvetja, domethënë, edhe të kërkojnë ndihmë dhe mbështetje prej familjes, kryesorja po edhe prej shoqërisë. Bravo. Mesazhi im që dua ta përcjell, ndoshta që e kam cekur edhe nëpër emisionet e tjera, është që të bëjnë verzioni më i mirë i vetes së tyre dhe të mos ngurrojnë që të bëjnë gjëra të cilat ata i ndjejnë të bëjnë. Djem, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tim. Unë e shijova shumë bisedën me juve dhe shpresoj që do të takohemi sërish, ndoshta në të ardhmen të flasim si mjek me juve, por tani do dua edhe pak kohë t'ju takoj me aktivitetet të tilla, sepse me të vërtet këto kanë ndikim të madh pozitiv në shoqërinë tonë. Unë tani pjesën e dytë të bisedës do dua që ta vazhdoj me mentorin e tyre, si dhe defektologen e shkollës së mesme, Cveta Ndimov, Ajla Bilali. Faleminderit shumë dhe një herë që ishit pjesë e emisionit tonë. Kënaqësia jo. E të dashur me shkove, së fundit po frita gjithnjë e mërshëm për gjendjen emocionale dhe sociale të të rinjëve. Pikërisht përmes aktiviteteve humane dhe projekteve edukative, nxënësit po japin shembull pozitiv në shoqëri. Unë këto afër meje kam defektologen, si dhe mentoren e këtyre nxënësve të cilët kishin marrë pjesë në këtë aktivitet të mrekullueshëm, që do flasim edhe pakës për aktivitetin, por edhe në përgjithësi për gjendjen aktuale, emocionale dhe sociale tek të rinj. Përshëndetje Ajla dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Është kënaqësi të kem të ftuar në studio dhe që do flasim mbi një temë ndoshta edhe aktuale kohëve të fundit, gjendja emocionale dhe sociale të rinjëve. E dim që kohëve të fundit shpesh jemi tu përballë me sfida të ndryshme, ndëgjojmë sfida të ndryshme. Ju si një defektologe, pikërisht e një shkolle të mesme, ku mireni gjatë gjithë kohës me të rinj, tregoni se me çfarë sfidash po përballeni më së shpeshti me fëmijët dhe adoleshentët. Të flasim tani përgjithësi, cilat janë sfida që po ballafaqohemi, jo vetëm ne si shkollë, po në përgjithësi gjithë adoleshentët, janë sepse adoleshentët më nuk e kanë atë kontrollin se e kanë pas më herët. Më shumë janë të fokusuar në përjetën sociale, ku gjithçka sipas mendimit tim fillon nga rrjeti, por rolin kryesor po e luajnë edhe familjet e tyre, sepse nuk po e njohin më autoritetin prindëror. Sikur edhe familjet janë shumë më tolerant se sa më herët që kanë qenën. Kjo ndodh edhe mandej për shkak ka familje, tani të klasifikojnë familjet, ka familje të ndryshme, po këto rasti bulizmi që po ndodhin kohëve të fundit janë sepse familjet ose nuk funksionojnë ashtu siç duhet, ose fëmijët e tyre kanë ndonjë problem psikologjik, emocional, i kanë ato presionet emocionale, i kanë ato shtypjet emocionale, që mandej fëmiu ato nuk ka ku t'i shpreh dhe i shpreh në formë të agresionit, në formë të bulizmit, dhe aty ai e përmbushat egon e vet si adoleshent. Ndoshta familja nuk trajtohet mirë, se fëmia si fëmijë, qoftë adoleshent, ka nevojë për mbështetje, për dashuri dhe për mirëkuptim. Ndërsa gjithmonë e potencoj dhe gjithmonë e them, gjithçka fillon prej familjes, se si ai fëmijë trajtohet prej nga rrethin nga vjen. Është shumë e vërtetë. Sa është e rëndësishme mbështetja emocionale e nxënësve? Mbështetja emocionale është shumë e rëndësishme, si në fëmijërinë, po ashtu edhe në adoleshencë, sepse mbështetja emocionale është ai themeli
ku adoleshenti mbështetet, kanalizohet dhe të rriturit këtë rast prindërit, po mandej vijnë shkolla, shërbime profesionale, mësimdhënësit, ku duhen nxënësit në fjalë ta kuptojnë, ta mirëkuptojnë dhe fillimisht duhet ai të krijohet besimi mes autoritetit këtë fjalë si që shërbimi, psikolog, defektolog, mësimdhënës, tek nxënësi. Për çdo nevojë që ka nxënësi, në vendin ku punoj unë, gjithmonë nxënësve ju them, çfarë do që ndiheni, çfarë do që keni, apo si ndiheni, lirisht që janë i shprehuni, sepse i shohim, kanë nevojë të shprehen diku ku e krijojnë atë besimin, se ndoshta në familjet e tyre nuk e kanë atë hapësirë të shprehen. Ndërsa e shoh e ndjej atmosferën, jo tek të gjithë nxënësit, tani mos i fusim të gjithë në një vend, por ka të tillë që në familje nuk guxojnë as të flasin. Se ndoshta do të më kritikojnë edhe më shumë, ose ndoshta do të më paragjykojnë edhe më shumë, dhe kështu fëmia mbyllet në vetvete, hyn në botën e vet të mbyllur, mandej fillojnë ato probleme psikologjike, emocionale dhe kështu me radhë. Prandaj mendimi profesional është ky, prandaj po ndodhin ato gjëra që po ballafaqohemi kohëve të fundit që shumë alarmante, dhe për atë arsye këshill për të gjithë prindërit, të gjithë ata që na ndjekin, është që sa më shumë të flitet me fëmijët, të flitet me adoleshentët, të mirën parasysh emocionet e tyre. Tani kohrat kanë ndryshuar, jetojmë në botën e informacionit, ku çdo sekond po zbulojnë gjëra të reja, po ballafaqohemi me informacione të reja, dhe kjo ndikon shumë në gjendjen psikologjike dhe emocionale të nxënësit. Edhe më herët e potencova, sërish po e potencoj, rrjetet sociale shumë kanë ndikim si pozitiv, po edhe negativ, nëse nuk përdoren ashtu siç duhet. Ashtu siç duhet. Shumë e vërtet, shumë e saktë. Më trego se çfarë roli kanë aktivitetet humane në zhvillimin e të rinjeve. Shumë kanë rëndësi aktivitetet humane në shkollën ku jemi, vetëm se neve vazhdimisht punojmë aktivitete me projekte brenda në shkollë, ku më herët e kemi zhvilluar para disa viteve ka qenë për inteligjencën emocionale. Ka qenë projekti, tema inteligjenca emocionale, ku aty kanë qenë përfshirë gjitha gjeneratat, prej vitit parë deri në vit të katërt. Qëllimi ka qenë që nxënësit fillimisht të ndihen të sigurt në vete, të njohin vlerat e veta, më pas të socializohen me njëri tjetrit, se ndarje grupeve ka qenë për shembull viti i parë me vitin e dytë, me vitin e tretë dhe kështu me radhë. Ku çdo grup është formsuar me 5 ose 6 nxënës, dhe më pas janë trajtuar tema shumë të rëndësishme që kanë shumë ndikim pozitiv tek nxënësit. Si është shumë të menduarit ose overthinking si thirret, menaxhimi i stresit, konfliktet e brendshme tek adoleshentët, vetnjohja, veçvillimi, edhe shumë disa tema të tjera. Manti shumë kanë nxënësit mes vete kanë bashkëpunuar njëri me tjetrin, ku aty edhe është krijuar ajo aftësia e zhvillimit social, sharmi social. Kanë filluar të njoftohen, të bashkëpunojnë mes vete, ka filluar të menaxhojnë stresin, se neve, së bashku me kolegen psikologe që e kemi, ne vazhdimisht i kemi mentoruar ato, i kemi koordinuar ata, dhe përbefasisht, ku nxënësit kur vishin, ai prezentojshin projektet, edhe ne ngelshme të befasuar në këtë aspekt, sepse aq shumë kanë treguar interes për ato. Edhe kështu them edhe gjithmonë në atmosferën e punës, po sikur nxënësve t'ju flitet më shumë rreth veçvillimit, rreth inteligjencës emocionale, rreth gjendjeve pozitive psikologjike, rreth aktivitete të ndryshme, këto do të fillojnë të veprojnë në atë mënyrë. Asa më shumë që ju flitet gjëra negative, ti vetëm se ja i programon që të bëjnë gjëra jo të hishme. Shumë e saktë. Më trego se si ndikojnë këta projekte të tilla në vetbesimin dhe socializimin e të rinjve? Ka ndikim të madh, ashtu si e përsërita, se kemi pas nxënës, po flas tani me shembuj. Sepse edhe nxënësit pak më herët e treguan sepse shumica e nxënësve kanë problem socializimin. Nuk kanë vetbesim të mjaftueshëm, ndoshta që të shprehin atë që e mendojnë. Si pasojë, çka mund të vijë kjo? Mendoni që janë vetëm rrjetet sociale që e potencojnë në fillim apo? Mund të jenë, është edhe rrjeti social, nuk kanë shkollë rrjetin social, sepse të kaluarit kohë në shumë në rrjete sociale, fillon, edhe më herët e kanë potencuar emisionet tjera, fillon ekranizimi. Faktikisht hyn nxënësi në botën virtuale. Dhe hupa jo aftësia e socializimit, hupa aftësia e të folurit, e të shprehurit. Sepse gjithçka që e sheh aty i duket e gatshme, i duket interesante, dhe mandej nuk ka atë mundësinë, edhe nuk e ka motivin të shprehet.
nuk ka nevojë sepse përmbushat kënaqësinë e vet nëpërmjet rrjeteve. Do shta ti nxënësi shoh edhe në adoleshentët në përgjithësi, kjo ndodhet tek të rriturit, tani të jemi sa më të realt. Ti ndoshta kalon e kem plan vetëm 2-3 minuta ti krysh disa punë që i keni telefon, po kur e mendon, kur e sheh se ka kaluar disa kohë, ndërsa neve që e kontrollojmë veten në rregull, po tek nxënësi është kjo problematike, prandaj gjithmonë e them dhe potencoj që duhet të vendohen kufi, sidomos prindërit këtë rast familjet. Por ama dhe mbyllen në vetvete, rrjetet luajnë rol të rëndësishëm, por edhe familjet. Se sa ai fëmijë ka mbështetje dhe ka ku të shprehet. Natyrisht. Ajo shumë ka rol të veçantë. Domethënë është roli më i rëndësishëm komunikimi prind-fëmijë. Kjo është baza, se gjithçka rrihet prej familjes, prej prindërve. A mendoni se të rinjt sot ka nevojë më shumë për motivim, ndëgjem? Patjetër që po. Patjetër që po. Sikur të rinjt tani jemi në epokën e informacionit. Ndoshta për një moment caktuar marrim shumë informacione. Kjo të rrit dikon pozitivisht po edhe negativisht. Sakt. Jetojmë në botën e stimulacionit. Gjithçka ne jemi në ndikimin e stimulacioneve. Dhe tek adoleshentët e kanë vërejtën se ato që e shohin në përjetë, ata e mendojnë se është diçka reale dhe mandej fillon ta bëjmë, hajde ta bëjmë edhe neve, pse jo? Ta bëjmë si e quajnë këta trend ose diçka të re, dhe mandej vijnë deri tek konfliktet, deri tek bulizmi ndoshta kibernetik mund të ndodhë kjo, po prej te bulizmi kibernetik më pas vjen bulizmi fizik ose bulizmi psikologjik. Dhe kjo është ajo mendoj gjëja negative që po ndikon negativisht tek të rinjt në përgjithësi. Po edhe tek fëmijët e shkollave fillore, jo vetëm tek adoleshentët, se gjithçka fillon prej vegjëri, prej fëmijëri, prej aty fillon. Më pas neve i trajtojmë kur vijmë në shkollë të mesme. Okej. Sa është e rëndësishme që shkollat të mos fokusohen vetëm tek mësimi, por edhe te aspekti psikologjik social. Tani po flas si profesioniste, si defektologe. Unë gjendjes emocionale, mirëqenjes me një fjalë të përgjithshme ju kushtoj më shumë rëndësi tek nxënësi, tek adoleshenti ose tek fëmia, se sa mësimeve. Sepse mësimi është aty inteligjenca. Çdo nxënës i ka kapacitete të ndryshme. Jo çdo nxënës mund t'i arrijë gjitha pesa, por ai nxënës i cili ka gjitha pesa, tani mos i përfshit të gjithë, po kemi raste të tilla, ballafaqohemi me raste të tilla, ndërsa kët aspektin e mirëqenies emocionale, psikologjike ka shumë të ngarkuar ose shumë të dobët. Dhe prandaj fillon izolimi në vetvete, disfunksionalizimi me veten dhe me rrethin, aftësitë emocionale sociale nuk i ka të zhvilluara mirë. Unë më shumë rëndësi kushtoj gjendjes emocionale, mirëqenjes mendore, psikologjike, se sa mësimeve, sepse një nxënës, kur është emocionalisht i shëndosh, psikologjikisht i shëndosh, e ka mandej aftësinë ti përmirëson edhe mësimet edhe notat të cilat i ka. Kjo është shumë mirë kushtoj rëndësi kësaj, domethënë kësaj pjese kushtoj rëndësi më tepër. Po, edhe është më të vërtetë e rëndësishme për t'ju kushtuar rëndësi më së shumti mirëqenjes. Mirëqenia përgjithshme është gjithçkaja. Emocionale, gjendjes emocionale është gjëja më e rëndësishme, pavarësisht faktit ti nëse je shumë mirë dhe nëse me nota je shumë i shkëlqyer, por emocionalisht je shumë i ngarkuar. Shumë e vërtetë, sepse duhet bëjmë dallime tani, kemi inteligjencë emocionale. Pastaj çka i mund të vijë, vetëm mendoni është vetëm pjesa me familjen që nuk munden të shprehen lirshëm, nuk kanë komunikim të mjaftueshëm me prindërit? Është familja, baza ashtu e si e thash më herët, familja është baza, por luajnë edhe rrjete sociale, edhe tek rinjt, unë e shoh në përgjithësi, ka nevojë të shprehen, por nuk kanë atë besimin e plot. Vetbesimin ose besimin e plot ndoshta nuk e ka një person aq të besueshëm që dikush të ulet, t'i ndëgjon pa paragjykime. Të rinjt këtë e kërkojnë më së tepër, sidomos domethënë ata kanë frikën nga paragjykimet. Nga paragjykimet. Ose shkurt të shqipën nga bullizimi. Nga bullizimi. Se mos po thonë ndonjë fjalë gabimisht dhe pastaj ta qeshin të gjithë. Pikërisht pra, e shohim jemi në ambientin e shkollës ku jemi, ka nxënës të cilët janë të vetëdijshëm dhe nuk hezitojnë për problematika që kanë mes vete, trokasin dyert tona, bashkëbisedojmë, krijohet ai, si të themi, besimi mes njëri tjetrit, neve si profesionist me nxënësin, edhe nuk e ka atë problem që lirësh vjen shprehet, kërkon ndihmë, por ka edhe të tillë që ngurojnë
ende kanë atë stereotipin që në qoftë se më paraqitem tani këto, disa të tjerë do të më ofendojnë, do të më bulizojnë, do të më thonë që kjo pavarësisht çfarë probleme të rënda psikologjike ka që paraqitet në psikolog, për defektolog është diçka edhe më e rëndë, mos të themi, po. Mos të themi. Okej, ende është këto janë këto tabu tema. Janë disa tabuja, po. Tek të rinj që nuk munden t'i përballojnë dot. Por çka vrej viteve të fundit është edhe shumë interesante, që gjeneratat e reja që po vinë, vitet e para në këtë rast, po vinë disi pak më vetëdijshëm. Më të vetëdijshëm, e din rolin tonë në shkollë, e din ku duhet të trokasin, vetë e detektojnë veten. Kemi raste që vetë nxënësi në fjalë paraqitet, viti parë ose i dytë, pavarësisht cili vit është, troket, bisedon, tregon problematika, tregon që nuk ndihet mirë me veten ose gjëra të cilat ai dëshiron të konsulton aty me neve. Dhe nuk e ka paragjykim edhe ato stereotipe, do me thonë të disa është ty ajo tabuja, ama tek disa vërtet ende duhet punë, angazhim më të madh. E kuptoj. Ju si mentore e këtij projekti, më trego se çfarë ju ka bërë përshtypje më shumë tek ta nxënës gjatë aktivitetit? Si mentore e këtyre më shumë se që më ka bërë përshtypje është iniciativa e nxënësve. Se fillimisht nxënësit kanë ardhur me kërkesë zyrtare tek ne, te shërbimi profesional i shkollës, dhe kërkuan që ne të bëhemi, në këtë raston të bëhem mentore e tyre, dhe me plot dëshirë pranova të jem. Aty kemi bashkëpunuar gjatë gjithë kohës, kur me kanë treguar edhe punime tjera që i kanë bërë, mandej kërkuan ndihmë për rreth inteligjencës emocionale, inteligjencës sociale, edhe probleme tjera të cilët ballafaqohen adoleshentët. Dhe aty ja u kam sqaruar se si ndikon teknologjia në shëndetin mendor tek nxënësit, në aspektin psikologjik të nxënësit, dhe vazhdimisht kemi qenë në bashkëpunim me sipër, kemi pas konsultime, ka pas raste që edhe ligjërata kemi pas, dhe pjesa më interesante që më ka lënë përshtypje tepër të madhe kur më kanë treguar që më kanë thënë defektologë ose disa më thirrën profesoresh, kemi realizuar podcaste, unë nuk e kam ditë se do të realizojnë, po, dhe ajo më ka lënë ekstrem përshtypje tepër të mirë. Se vetë gjithçka e kanë organizuar këta. Vetëm që i kam mentoru, i kam këshilluar në aspekt psikologjik edhe emocional. Si mentore, sa krenare ndihesh për angazhimin e tyre? Unë ndihem krenare për nxënësit. Për angazhimin e tyre, po them, sa krenare ndihesh? Shumë ndihem krenare, sepse e shoh se ka shumë nxënës që me nxjerr presin të realizojnë projekte të tilla. Ka nxënës që prej tani kanë ardhur, kanë bisedu tek neve, kanë thënë që prej shtatorit me çfarë projekte do të merremi. Dhe unë ndihem shumë krenare për ato nxënës. Edhe nxënësit sigurisht janë të kënaqur me bashkëpunimin tonë dhe ata, se vazhdimisht i mbështetemi bashkë me psikologën që e kemi. Vazhdimisht ju flasim këtë aspekt, bëjmë edhe vizita nëpër klasa, bëjmë ligjërata nëpër klasa, bëjmë anketa të ndryshme, realizojmë statistika të ndryshme, i shohim dallimet ku janë mes gjeneratave, por e shohim se gjeneratat e reja, ashtu si e thashë më herët, janë disi pak më të vetëdijshëm, po, padyshim. Do doja të dija cili është mesazhi yt për të gjithë prindërit dhe institucionet në këto momente sa i përket të rinjve. Mesazhi im kryesor është që të mirët parasysh gjendja emocionale e fëmijëve dhe adoleshentëve. Ky mesazh dedikohet fillimisht familjeve, prindërve, më pas mësimdhënësve dhe të gjithë neve stafit profesional dhe stafit të shëndetit mendor, çdo institucion të cili i ka. Sepse në qoftë se një fëmijë, një adoleshent drejtohet tek ju për të biseduar, ulo dëgjoje shqipe se çfarë ka ai nxënës. Ndoshta ai e ka pa nxënësin në fjalë, ju ka pa juve si person më adekuat ose më kompetent, më të besueshëm që e ndjen se ky do të më kupton dhe nuk do të më paragjykon. Andaj të mirën parasysh, nëse nxënësi mbyllet në vetvete. Këtë edhe mësimdhënësit e vërejnë, edhe prindërit e vërejnë, me njerë të mirën masa. Të bisedohet me nxënës, të ulet me qetësi dhe çdo gjë, unë e them gjithmonë, çdo gjë duhet të merret me qetësi. Bisedo, shifaj ai fillimisht le të shprehet vetvetiu. Pyetje me fjalë të thjeshta, se mandej nga përvoja flas. Kur i thot nxënësit, adoleshentit, fëmijës, lirish bisedo, çfarë ke? Ai me automatizëm andej fillon të shprehet dhe më pas i shohim edhe rezultatet që janë. Ndihet më i lirë, ndihet shumë më pozitiv edhe kërkon prap bisedat të ardhshme kur do t'i realizojnë.
Shumë e sakt. Unë ju falenderoj përzemërsisht që ishit pjesë e emisionit tonë. Unë ndova e kënaqur shumë edhe nga nxënësit, por gjithashtu edhe nga biseda së bashku me juve. Shpresoj që edhe shikuesit të kenë kaluar çaste të bukura. Shpresoj të takohemi sërish me gjëra të bukura, aktivitete të ndryshme. Faleminderit shumë edhe për juve, kënaqësi. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës. Ne tani do të shkëputemi për disa minuta, do të rikthehemi sërish në studio.